Përshëndetje të gjithëve, sot do t'ju tregoj se si ta pastrojmë spanakun në mënyrë të duhur që të jetë i pastër dhe gati për gatim. Spanaku është shumë i shëndetshëm, por duhet pastruar mirë sepse në të ka papastërti të ndryshme, siç është dheu ose rrëra. Fillimisht i kam ndarë gjethet një nga një dhe i kam kontrolluar dhe tani do të vazhdojmë që t'i pastrojmë mirë. Fillimisht bëjmë larjen e parë të spanakut, ku do ta laj me ujë të ftoftë. Nëse jeni fillestar në kanalin tim, ju lutem të supportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Siç e dimë të gjithë që spanaku është i pasur, që ndihmon kundër lodhjes dhe anemisë. Spanaku ka pak kalori dhe të ndihmon të ngopur më gjatë. Spanakin unë e kam pastruar në disa ujëra, në 4 ose 5 ujëra, derisa të del uji totalisht i pastër. Dhe tani e keni spanakun e gatshëm për ta përgatitur për çfarëdo lloj gatimi. Faleminderit nëse më shikuat deri në fund, ju lutem të supportoni me një subscribe.